Sulmet ndaj arritjeve shqiptare në Maqedoni, siç është ligji i gjuhëve dhe përfaqësimi i drejtë, përdoren vetëm si strategji elektorale për të fituar zgjedhjet, thot kreu i BDI-s Ali Ahmeti. Sipas tij, kjo sjellje është pjesë e programit të VMRO-DPMNE-s për të marrë pushtetin, por duke aluduar tek vleni. Shtoi se rreziku vjen nga ata që e tolerojnë dhe solidarizohen me këtë agjent dëmtuese. Unë nuk i hidhrohem VMRO-s, sepse ajo ka program të vetin. Ajo do me fitu zgjedhjet fitohen me antishqiptarizëm, kundër UÇK-s, i fiton zgjedhjet, tani hesht, pa më po pati kush i del zot, me thonë, tani ka dal bek se ka hanek. Po tanët janë solidarizu me atë program të VMRO-s. Heqin ligjin e gjuhës, përfaqësimin e drejtë, po të ndryshojnë rrugët. Ne nuk duam destabilizim. Ne duam paqë. Mirë po, këta janë të ri, duhet të ndëgjojnë dhe të mësojnë nga e kaluara. Se gur mas guri bëhet kalaja, a më fjalë mas fjale, nis belaja. Ahmeti ditë më parë tha se duhet të ketë zgjedhje të parakohshme në pranverë. E një paralajmërim të tillë sot e dha edhe kreu i PDSH-s Mendo Thaçi, duke kritikuar kryeministrin Mickoski për politikat që po ndjek. Të mendojnë se me këtë politikë poshtnuese, nënçmuese, denigruese, diskriminuese ndaj shqiptarëve, nuk do të provokojnë destabilizimin e vendit. Edhe pse unë jam i variantës parë, mendoj se kryeministri nga një recept tashmë i vjetruar për shtetet moderne, receptin e Serbisë, apo të Vučićit, shkon në sa më shumë ngritje të rejtingut vetë në bazë një politike pseudo-nacionaliste për të fituar zgjedhjet. Mendoj se zgjedhjet do të kemi shpejt, shpejt është, mas 6 muajve apo mas 8 muajve, dhe pastaj do t'i bëhet gjitha kompromiset. Mendoj se s'ka kuptim. Përndryshe, kreu i opozitares BDI Ali Ahmeti ditë më parë vlerësoi se zgjedhjet e parakohshme duhet të mbahen në pranverë dhe bëri thirrje për mobilizim dhe organizim të plotë të strukturave partijake. I pyetur për të parakohshmet, kryeministri Mickoski ka shprehur qëndrim se zgjedhjet duhet të mbahen të rregullta në vitin 2028.